Atifete, faleminderit që prite në linë dhe faleminderit për kohën që më ndanë sot për ne. Gjithashtu kënaqësi. Atëherë, Atifete, doja të ndërlidhesha pikërisht tek ajo që tha kolegu Gjensil Shkëmbi, gazetar nga Tirana, që njëra prej arsyeve që ne mund të kemi një dhunë kaq të madhe nëpër shkollat tona, një dhunë kaq të madhe në mes të adoleshentëve, është edhe mënyra se si ne komunikojmë apo edhe nuk komunikojmë fare me psikologët, këtë rast me psikologët e shkollave. Si do ta komentoje ti këtë? Pa dyshim, në atë video vërtet është tmerruese ajo çfarë mund të cilësoj edhe çfarë është shumë e rëndësishme janë disa detaje. Së pari ka mungesë empatie, gjë që empatia zhvillohet ose një individ I cili është I ekspozuar gjatë gjithë kohës ndaj dhunës, ndaj mungesës dashurisë ose çfarë do qoftë, nuk mund të zhvilloj empati, ndërsa e kundërta, kur trajtohet mirë, kur është I mbështetur emocionalisht dhe kur gjithashtu ka kujdes ndaj familjarëve ose nuk është I ekspozuar ndaj dhunës, ai ka të zhvilluar empati. Ajo çfarë për mua është shumë shqetësuese në një të kohë është niveli I agresionit dhe në të njëjtën kohë ajo mënyra ose entuziazmi që kanë ato vajza gjatë dhunimit të moshatarës ose vajzës që dhunojnë. Prandaj këtu janë elemente shumë më të rëndësishme se sa pasoja që do ketë ajo vajzë, për shkak se kjo tregon një nivel jashtëzakonisht lart të agresionit dhe në të njëjtën kohë nuk ka një farë kënaqësie tek këto mosha të reja kur dhunojt shoqen e Thua Atifete. Çka I ka bo për me pas kaq shumë urrëti ose kaq shumë lehtë brenda tyre, një fëmijë 15, 17 vjet ose 16 vjet. Thua që momente si ky, të cilat ndodhin, filmohen dhe më pas edhe kalojnë në rrjetet sociale, u falin kënaqësi këtyre fëmijëve, sepse përveç 19 vjeçares të gjitha të tjera cilësohen fëmijë, janë adoleshente, s'kanë arritur ende moshën e pjekurisë. Madje edhe kjo 19 vjeçare. Edhe një herë lutem me dona? Po thosha, krejt kjo dhunë që ndodh, që filmohet, pra, sepse duket të jetë sikur një skenar filmi që është menduar në detaje. Filmohet dhe më pas kalon në rrjetet sociale, ku shpërndahet gjithandej. Në fakt, ju jep kënaqësi këtyre vajzave, ju jep kënaqësi fëmijëve të cilët ka një dozë të dhunës në vetvete, si do ta përkufizoje ti këtë, sepse më bëri shumë përshtypje ajo që sapo the. Në fakt edhe këtë desha me cek e harrova për momentin. Vet ekspozimi ose vet video tregon si është një sjellje e cila është e normalizuar edhe mund të shihet, gjë që kjo është akoma më shqetësuese. Prandaj unë mendoj edhe kom frikë se nëse normalizohen sjellje të tilla, gjë që nuk është I vetmi rast, neve shohim agresion të nivelit. Ne patëm një rast të ngjashëm muaj më parë edhe në Kosovë. Jashtëzakonisht e frikshme. Patëm muaj më parë patëm një rast të ngjashëm në Kosovë. Biles ishte një skenar pothuajse I ngjashëm për cilën ne edhe kemi diskutuar, kujtoj në magazinën Bombana të kohë. Pra, po flasim për raste të përsëritura të dhunës në mes të adoleshentëve, e të cilat kur po kalojnë në rrjetet sociale, si kur po nxitin dëshirën e të tjerëve për të bërë veprime të kësaj natyre, apo ndoshta edhe jam gabim? Unë nuk mendoj si po nxitin dëshirën, unë mendoj si kjo po normalizohet dhe njëjtën kohë. Nuk e di, neve duhet të reflektojmë si shoqëri ku kemi ngecë edhe çfarë e ka bërë me pas kjo rini ose kjo mosha treja kaq shumë kaq mungesë të madhe të empatisë dhe kaq shumë agresion brenda vetes. Tani, fakti që po postohet në rrjetet sociale, po e bën edhe më të rëndë për të menaxhuar si situatë. Kur them më të rëndë për të menaxhuar si situatë, në kuptimin që të merremi me personat në fjalë. Unë kujtoj nga rasti në Kosovë, kujtoj fjalën tënde që thua që përveç të miturës së dhunuar, në një lloj dhune digjitale, nëse mund ta quajmë kështu, kanë edhe ato të cilat kanë ushtruar dhunë dhe që janë në një moshë të re për të kuptuar në fakt çfarë ato realisht po bëjnë, për të kuptuar pasojat e veprimit të tyre në të ardhmen, në jetën e secilës prej tyre. Padyshim,
për shkak se neve nuk e dim mënyrën se si ato vajza çka kanë përjetu edhe në çfarë dhune ju është ekspozu. Prandaj edhe kjo është jashtëzakonisht e rëndë edhe për ato vajza. Po në të njëjtën kohë për momentin për mua çfarë është shumë shqetësuese është tendenca për mu pa nga ato vajza dhuna që ushtrojnë. Që do të thotë si një veprim i cili shfaq një lloj kënaqësie, një lloj mbikëtrimi. Prandaj për mua kjo është shumë shqetësuese që janë munduar jo ta fshehin, po përkundrazi ta ekspozojnë si një veprim i cili është i normalizuar. Dhe jo të gjykohen nga të rinj. Unë mendoj se ato janë vetëdijshme në rrethin ku jetojnë ose në shkollën, si nëse ishin gjyku aq shumë për këtë veprim, ato nuk ishin marrë guximin ta filmojnë. Prandaj nuk po flas vetëm për individët, po flas si rini, si shoqëri, sa instaluar është niveli i agresionit dhe çfarë po ndodh me këtë munges empatie në përgjithësi tek të rinjët. Tani, një pikpyetje e madhe është si askush nuk arriti të kuptonte çfarë po ndodhte. Prindërit, mësuesa, psikologu, pra anëtarët e tjerë të familjes. Më intereson të di Atifete, sa është e rëndësishme ose më mirë ta riformuloj pyetjen, apo i kushtojmë rëndësi sa duhet fëmijëve tonë, sjelljes të tyre, për të kuptuar nëse ata janë duke kaluar në një moment të vështirë dhe ka nevojë për ndihmën tonë, mbështetjen tonë, në mënyrë që të mos kalojnë për çfarë ka kaluar vajza në Fier apo vajza tjetër në Kosovë, e shumë raste të tjera të cilat ne kemi diskutuar tash sa vjet, sepse nuk po flasim vetëm për një rast, po flasim për raste të vazhdueshme të shqiptarëve. Unë mendoj si ka filluar mu shndru në fenomen ky agresioni dhe kjo dhuna e të rinjve. Unë mendoj si paraprakisht, edhe kjo është ai mendimi që unë gjatë gjithë kohës e theksoj, që familja është bazike. Mënyra se si neve po rrisim sot fëmijët, se si ata po i mësojmë edhe në çka po i ekspozojmë. Në të njëjtën kohë, rrjetet sociale, loja të ndryshme kanë shumë ndikim. Por edhe në këtë pjesë, patjetër që familja duhet të jetë ajo që duhet të kushtoj rëndësi se çfarë po shikon, kujt po i ekspozohet fëmia në rrjetet sociale. Në të njëjtën kohë, unë mendoj si edhe shkolla, secili e ka fajin e vet. Neve nuk mund të themi që kjo është zinxhir, por bazike është familja dhe mënyra se si neve po i rrisim sot fëmijët. Sa po i kushtojmë vëmendje, sa po i kushtojmë rëndësi, sa po japim siguri emocionale, edhe në njëjtën kohë, sa po i kontrollojmë mënyrën se si ata po i qasën teknologjisë. Apo i bëjmë këto që sa po i përmende Atifete? Apo i realizojmë si prindër, si shoqëri, si shkollë? Patjetër që nëse i kishim realizuar, nuk mendoj si do kishim raste të tilla. Kaq të shpeshta sa po janë. Dhe në një moment të tillë që, sepse të dëgjosh mënyrën se si vajza rehet, se si vajza trajtohet, është shumë jashtë çdo norme njerëzore, unë do të thoja jashtë çdo norme humane. Është e frikshme dhe të merruese mungesa e empatisë që unë kom pa në atë video. Nuk kam koment më shumë. Është shumë e ri. Prandaj unë po them si përveç kjo video, unë mendoj si kjo është një alarm edhe ka mendoj si neve çdo ditë po i hasim këto probleme e që si shoqëri duhet të reagojmë patjetër. Dhe uroj që të reagojmë menjëherë, të mos presim një rast tjetër në Kosovë, në Shqipëri apo diku tjetër, sepse realisht ajo çfarë mund ndodh sot në Kosovë, mund ndodh nesër në Shqipëri ose edhe e kundërta. E patëm këtë dëshmi më mirë të themi të ngjarjeve të një pasnjëshme të kësaj natyre. Në fund, do doja... Prandaj më shumë të kur janë të nevojshëm sot profesionistë të shëndetit mendor dhe secila si Shqipëria, si Kosova të kenë strategjitë e duhura që fëmijët të kenë qasje tek psikologët dhe jo në mënyrën se si sot shëndeti mendor vërtet edhe tek neve e dim si në institucionet bazike nuk ka psikolog, duke marrë parasysh nivelin e problemeve të shëndetit mendor që kemi. Sepse edhe këto ngjarje, edhe këto sjellje
nuk kanë ardhë pas një arsye. Çdo sjellje ka një shkaktar. Prandaj, unë mendoj si edhe ato vajza që kanë ushtruar dhunë, patjetër që duhet të ju nënshtrohen, duhet të jenë në kontrole edhe në trajtim të profesionistëve të shëndetit mendor, sepse njëri të ketë një nivel kaq të lartë të agresionit, jo patjetër që duhet trajtuar edhe duhet të menaxhohet nga profesionistët e shëndetit mendor. Ka shumë për të folë rreth kësaj teme, unë uraj dhe shpresoj që kjo bisedë që realizua me ju, biseda që realizua me Gjensil Shkëmbin, gazetar nga Tirana, na ketë bërë të mendojmë pakës më shumë, së pari neve si familje, si prindër, e më pas të shoqërinë dhe mbi të gjitha uroj që edhe dikush prej institucioneve ti ketë ra në vesh, qoftë edhe një fjalë vetme. Sepse me të vërtet kemi nevojë për ndryshime sa më shpejt që është e mundshme. Atifete Syra, të falenderoj sinqerisht për kohën. Gjithashtu faleminderit, kënaqësi.